وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما ارتضاه وأحل لنا البيع وحرم الربا فعمت بها البركات وازدهرت الأرجاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في الأرض والسماء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut Gjelle Gjelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me temën tonë të cilën e kemi të hapur në shitblerjen dhe tregtin, ku me të vërtet na jemi të nevojshëm që të informohemi dhe të dimë rreth kësaj teme të gjerë, e veçanërisht për disa kapituj të cilët neve si musliman na interesojnë dhe ata kanë të bëjnë veçanërisht në ndershmërinë dhe drejtësinë e tregtarit apo shitblerësit. Prej temave të cilët treguam dhe folëm, ishte njëra prej atyre e cila është e përhapur në mesin ton, e ajo ishte të betuarit shumë për ta shitur mallin tënd në Allahun Gjelle Gjelaluhu, e duke e nënvlerësuar betimin në Allahun Gjelle Gjelaluhu. Gjithashtu o vëllezër, një ndër temat e rëndësishme të cilët na duhet neve si musliman, e veçanërisht tregtarët dhe shitblerësit, që të kemi kujdes dhe të dim, e ajo është drejtësia në matje dhe peshore. Tema me të cilën është shumë e rëndësishme që të informohemi edhe spaku të marrmi mësim, për të cilën do të flasim, që është një dukuri negative që ka të bëje me drejtësinë dhe ndershmërinë e tregtarit në shitblerjen e tij, kur ai mat dhe peshon mallin e tij, ke ai I cili shet apo ai I cili blen. Është një fenomen I përhapur në mesin ton, mangësia në peshore, mangësia në matje. Dhe se kjo dukuri ka përfshirë thuajse nuk gjenë shoqëri me të cilën është ky fenomen prezent në atë shoqëri. Të mangësuarit në shitblerin e tyre kur ata të masin dhe të peshojnë mallin e tyre, me të vërtetë se mangësia të jesh ai I cili e mangëson në matje apo në peshore, e ke humbur një emanet dhe një besim të madh, e padyshim se ai I cili mangëson në kantar, mangëson në matje dhe në shitblerjen e tij, ai e ka tradhtuar krijuesin e tij, e ka tradhtuar të dërguarin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, si dhe ka tradhtuar gjithë njerëzit, shoqërinë me të cilët ai është
në mirësjellje me ta. Në tradhtim të Allahut xhelle xhelaluhu për arsye se nuk e ke quar në vend urdhnin e Allahut xhelle xhelaluhu kur ai ka urdhëruar për të i përmbushur matjet dhe peshorët në shitbleri dhe mos me ju mangësuar njerëzve kur ti të jesh nga ata të cilët mat. Mirë po, kjo përfshin shumë lloje, shumë forma dhe shumë mënyra. Nuk do të thotë se mangësia në të matur dhe në peshore vetëm në ato pjesët dhe në ato mallrat të cilët maten me peshore, por përfshin shumë mënyra dhe shumë lloje të mangësisë dhe matjes dhe neglizhencës e shkeljes së kufive të Allahut xhelle xhelaluhu në peshore. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an në vëllezër ka urdhëruar në shumë ajete të tij që të përmbushim matjet tona edhe të jemi të saktë në peshoret tona, e mos të mangësojmë në çështjet e njerëzve gjërat e tyre. Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa awful kayla idha kiltum wa zinu bil qistasil mustaqim." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, dhe përmbushni matjet e juaja kur ju të matni, edhe peshoni me peshoren e drejtësisë, e të jini të matur shumë, edhe të saktë shumë në matjen në peshoren tuaj. Kjo është më e mirë për ju, edhe me përfundim dhe me fundin më të mirë që ta sjell. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha: "Wa awful kayla wal mizana bil qist, wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum." Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Përmbushni matjet e juaja dhe peshoret e juaja. Të jini saktësojeni peshoren dhe matjen tuaj dhe mos i mangësoni nga njerëzit çështjet e tyre. Mos mangëso kur të matish për njerëzit gjitha ato të cilët dëshirojnë që ato të jenë në marrëdhëniet tuaja ku jeni në shitblerje dhe në tregti." Allahu xhelle xhelaluhu njashtu në suratul An'am tha: "Wa awful kayla wal mizana bil qist, la nukallifu nafsan illa wus'aha." Tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Saktësojeni matjen tuaj dhe peshoren tuaj me drejtësi." Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Nuk e ngarkon askënd për te i mundësisë së tij." Po ashtu Allahu xhelle xhelaluhu na tregon me një surë, o vëllezër, të cilët të gjithë e dini dhe e keni ndëgjuar, na tregon Allahu xhelle xhelaluhu se peshoren Allahu xhelle xhelaluhu e ka vendosur si diçka e rëndësishme, baza e rëndësishme e të gjithë krijesave të tij. Kur Allahu xhelle xhelaluhu në suratul Rahman, në fillimet e ajeteve të kësaj sure, Allahu xhelle xhelaluhu pastaj na tregoi kështu duke thënë: "Was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tatghaw fi al-mizan wa aqimu al-wazna bil-qist wa la tukhsiru al-mizan." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, dhe Allahu është ai i cili e ngriti qiellin lart dhe vendosi peshorën. Komentatorët e Kur'anit folën për peshorën, cila është për qëllim që Allahu xhelle xhelaluhu pse vendosi peshorën, dhe tha pastaj: "Alla tatghaw fil mizan." Mos të i kaloni kufit në peshorë. Tha kjo është drejtësia që Allahu xhelle xhelaluhu e vendosi, dhe zbriti Allahu xhelle xhelaluhu peshorën për njerëzit që të gjykohen drejt dhe të matin drejt në mes tyre me drejtësi dhe me matësi të mpreht e të drejt. Dhe tha Allahu xhelle xhelaluhu: "A e vendosi peshorën e drejtësisë, mos të i kaloni kufit e Allahu xhelle xhelaluhu në peshorën, wa aqimu al-wazna bil-qist wa la tukhsiru al-mizan." Dhe ju të i përmbaheni peshorës së drejt
edhe mos të mangësoni në peshore. Në kantar, mos të jeni nga ata të cilët të mangësoni në peshore. Kjo na jep të kuptojmë vëllezër se Allahu xhelle xhelaluhu e bëri peshorja të jetë baza e rëndësisë së çështjes së njerëzve, që i mësoj robërit e tij që ata të jenë të drejtë edhe të sillen në mesveti me drejtësi, e të gjykohen me drejtësi, sikur që Allahu xhelle xhelaluhu për këtë rëndësi të madhe të peshorës që ka aq rëndësi, na tregoi se Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti atë. Në Kur'an tha Allahu xhelle xhelaluhu në suratu Shura, Allahu alladhi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Tha ajo është Allahu xhelle xhelaluhu i cili e zbriti librin e tij, pra Kur'anin, me hak, me të drejtë edhe peshorën. Mujahidi, komentatori i Kur'anit, tha zbriti Allahu xhelle xhelaluhu peshorën me të cilët i mësoi robërit e tij se si të i peshojnë çështjet e tyre, si të i peshojnë sendet e tyre. Pra në komente të shumta të tjera të cilët thanë peshorja është drejtësia e Allahu xhelle xhelaluhu që e vendosi që njerëzit të peshojnë me drejtësi, e të jenë të kujdesshëm dhe të i përmbushin matjet e tyre dhe peshorët e tyre kur ata të peshojnë. Një ashtu, Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an na ka treguar, tha kur ai i dërgoi të dërguarit e tij, laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, na i dërguam të dërguarit ton me sqarimet e mëdha dhe i zbritëm me to librin me të vërtetë dhe zbritëm peshorën. Allahu xhelle xhelaluhu tha e zbriti peshorën, drejtësinë në mesin e njerëzve, ashtu që të gjykohen mes tyre me drejtësi. Pra Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili na e zbriti peshorën. Ai mësoi robërit që të i masin sendet, edhe ata të i peshojnë sendet, cila është e drejtë dhe cila është e shtrenjtë, cila është e mirë dhe cila është e keqe, e të i peshojnë dhe madhrat e tyre në marrëdhëniet e tyre në mes vetë, në shitblerit e tyre, që ne jep të kuptojmë se besimtari dhe ai i cili është tregtar që beson Allahun xhelle xhelaluhu të ketë kujdes e të jetë i drejtë në matjen e tij dhe në peshorën e tij. Edhe një pjesë tjetër me të cilët ato mbështeten shumë në çështjen e peshorës së tyre, edhe nuk kalon shoqëri pa pasur këtë dukuri të tillë në mesin e tyre, që ai të jetë i tillë që kur të peshon mallin e tij, që ai i ashet dikuja, ka dëshirë që të mangëson në to, e kur të merr prej dikuja, kur të blen, ai e mat dhe ka dëshirë të i shtohet sa më shumë peshorja atij. Dhe mu përket Allahu xhelle xhelaluhu vëllezër në Kur'an ka tërhequr vërejtjen dhe ka kërcënuar ata të cilët mangësojnë në peshore shumë, edhe që e kanë një cilë të tyre, që kur të peshojnë për të tjerët mangësojnë, e kur të marrin prej tjerëve, ato kanë dëshirë që të shtojnë sa më shumë e të marrin sa më shumë. E mu parat Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an zbriti sura vetëm për këtë çështje. Dhe e keni ndëgjuar dhe e dini, surja El Mutaffifin. Allahu xhelle xhelaluhu tha wailun lil mutaffifin. Në fillim të kësaj sura, ajeti i parë tha mjerë për ata të cilët mangësojnë dhe mashtrojnë në peshorët e tyre. A thua kush janë këto njerëz që Allahu xhelle xhelaluhu të zbret surën, të fillon surën me këtë kërcënim dhe me këtë premtim, që disa prej komentatorëve të Kur'anit thanë se është el-wailu, është një lugin në xhehenem, të cilët do të futen ata të cilët i ka përshkruar Allahu xhelle xhelaluhu me këtë përshkrim. Edhe se kjo është me të vërtetë shumë problematike, o vëllezër, që ti të jesh nga ata të cilët merr pjesë apo të cilësohesh me këtë cilësi
të mangësuarit në peshore edhe në matjet e tyre. E kush janë ato, tha Allahu xhelle xhelaluhu, wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun. Mjerë për ata të cilët mangësojnë, janë të mangët në peshorët e tyre. Kush dëshironi mundni që ta lexoni këtë sure në fillim, që tha Allahu xhelle xhelaluhu, janë ata të cilët kur të masin për njerëzit, ato kanë dëshirë që prej njerëzve të marrin sa më shumë, dhe njësinë masët të tyre sa më të grumbulluar, për të marrë për vete. Tha wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. E nëse ato matin për të tjerët, për t'ju dhonë atyre, nga pasuria atyre, nga malli i tyre kur masin, ato masin me mangësim dhe dëshirojnë sa ma pak që të masin e t'ju japin kur të shesin mallin e tyre. Duke u mashtruar, duke menduar se ai nëse mangëson në ato kilet dhe në ato kilogramat dhe litrat e tij, të cilën ai e shet mallin e tij, ai do të fiton në ato kilogram të cilët ai e mat më shumë, apo dhe kur merr prej tij të merr më shumë. E Allahu xhelle xhelaluhu i cilësoi me këto dy cilësi, e cila është shkaku i zbritjes së kësaj sure. Në tefsirin e Begawiut, Imam Begawiu e ceku një shkak o vëllezër të zbritjes së kësaj sure, kur tha se Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti këtë sure kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë. Nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili tha se kur erdhi në Medinë, pejgamberi sallam i gjeti njerëz të Medinës, njerëzit më të këqij në peshore ishin ato të cilët u hanin dhe mangësonin njëri tjetrit në peshore shumë. Derisa Allahu xhelle xhelaluhu zbriti këtë sure si kërcënim edhe premtim si përdënim për ata të cilët mangësojnë në peshore, e pastaj i tha ata e përmirësuan matjen dhe peshoren e tyre, pasi që zbrit Allahu xhelle xhelaluhu Kur'an, kërcënim për ata të cilët janë të mangët dhe mangësojnë në peshoret e tyre, e kur t'ju japin të tjerve, ato e mangësojnë, kur të marrin prej të tjerve, ata dëshirojnë që më shumë të ju jepet dhe të marrin më shumë. Gjithashtu, një komentator i Kur'anit i madh Es-Suddiu rahimullah, tha se kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër në Medinë, tha njëri që ishte i njohur si tregtar në Medinë, i quajtur me emrin Ebu Gjuhejnë. Tha ishte i njohur tregtar i cili bënte dredhina shumë në matjet e tij, edhe në peshorën e tij. Tha ai i kishte dy sa i thojnë asaj ati tasit, pleq dhe më të vjetrit tonë e din, tasin me të cilët ka qenë njësi matëse e drithrave të cilët i kanë matur më herët. Babun që i kanë matur një sa në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë sa 4 grushta. Te na i thojmë se 4 grushta të mbushet një sa. Edhe zeqati që është matur kur e ndëgjoni me sa, është për qëllim që kjo. Ky i kishte 2 tasa të themi, apo 2 enë, me të cilët ishin njësia matëse asoj kohë, që matej drithi me to, e ai i mbante 2, tha njërën e shfrytëzonte kur të blen nga të tjerët me atë, edhe tjetrën e mbante njësi matëse kur t'ju shet të tjerëve nga malli i tij. Të pregaditur me mangësi kur të blen të ketë shumë e kur të shet të ketë pak. E zbet Allahu xhelle xhelaluhu tha suran wailun lil mutaffifin. Surja el mutaffifin, me të cilën e cekun si shkak, ku Allahu xhelle xhelaluhu e ceku diçka shumë interesant në vazhdim o vëllezër, mund ta shiqoni që Allahu xhelle xhelaluhu tha: "Mjerë për ata të cilët mangësojnë dhe mashtrojnë në matjet e tyre, kur ata dëshirojnë njerëzve t'ju japin, ato ju japin dhe mangësojnë dhe dëshirojnë që t'ju mangësojnë, e kur marrin ato dëshirojnë sa më shumë që ta mbushin peshorën e tyre." Tha Allahu xhelle xhelaluhu e vazhdoi duke thonë: "Ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun." A nuk mendojnë këto të tillë se një ditë do të ringjallen dhe do të dalin para Allahut xhelle xhelaluhu? Mab'uthun li yawmin adhim. Do të dalin para Allahut xhelle xhelaluhu një ditë të madhe, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ditën kur do të ngriten të gjithë të qëndrojnë para Allahut Zotit të botrave. Dhe se Allahu xhelle xhelaluhu vëllezër në Kur'an pastaj na ka treguar se kanë dëshkuar një popull që e kishin këtë cilësi,
që ato mangësonin në matjet e tyre dhe në shitbleret e tyre, do ta shohim inshallah në dersin e ardhshëm me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Wa qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.